Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se të gjej në kuzhinë me të ëmbla, fillimisht, me një ëmbëlsirë, me produkte të tjera. Këtu kemi ndonjë sallatë, më duket, apo jo? Kemi një buk. Ndërthurur bukur. Ose mund t'i themi edhe kek, po ne përgjithësi themi buk. Kekun kemi portokall, ara, limon, këto. E lëm njëra të pjesën atje, sepse ajo është pjesë shumë e dashur dhe shumë shije, por me të ëmblën, dhe kur themi me të ëmblën, herët avon, me na bashkohet dhe, patjetër që këtu herët avon, herët, po bëj këtë recet me arlën, kam krem djathi, po një krem djathi që e qa pra di në darkun? Cheesecake-un e famshëm. E qa pra di në darkun? Po një krem djathi, them drejten ja. Unë gatuaj, po këpucari këpucët e veta nuk i rregullon. Qa bëremi? Po mora nga këto bukët e thata, pak krem djathi, aty e qovas. Ke bërë të njëjtën gjë që bëjmë çdo ditë. Nuk gatova. Me shije të ndryshme na vjen kremi djathit Arla, që është një krem që prodhohet në Danimark, por nuk ka cheesecake pa kremin. Elementi kryesor në ëmbëlsirën pa pjekje cheesecake është kremi djathit, që duhet jetë i mirë, i cilësisë maksimale, premium, dhe do ta shihni dhe ju rrugës se si do të na e lidhi gjithë masën tjetër të përbërësve. Të këtë ato pjesën e mëndasht, që nuk ka nevojë shumë të përpunohet. Direkt në biskotat i vendos në grirje. Po. Grijen biskotat. Duhen biskota digestive, që t'jenë pa sheqer. Do vendosë gjysë për gjysë dhe grijen e biskotave pa tjetër që unë kam me një gjalp të tretur. Kam diku të 175 gram gjalp. Të gjalpi, e qa ke? Sa të rithemu bërë, cërë mojnë. Thuaj më mi produktet e pasaj kam diska tjetër të e një ëmbëlsire kaq të dashur, cheesecake me lule shtrydhe. Atere, do flasim fillimisht për bazën, që do të përmbaj sigurisht biskota integrale të shtypura, 150 gram. 75 gram gjalp dhe mbushja do të ketë 4 fletë gelatin, 300 gram krem djathi natyral Arla, 500 gram lule shtrydhe, 120-130 gram sheqer, 450 gram ajk ose pana për rrahje, për ta kthyer në gjendje të ngurtë. Lëngu i një limoni dhe 100 gram lule shtrydhe për dekorim ose fruta të tjera. Ne kemi marrë dhe fruta pylli, lule shtrydhet janë në treg, mund t'i zgjidhni si të doni. I thërmoj. Biskotat për bazën. Pjesa që normalisht që më ka ngelur, sërish t'i kaloj. Po, nga që ishin dhe shumë në fakt në të. E dim që sekreti i një baze, kur ne nuk kemi pandispanjen, është biskota, por biskota që përzihet me gjalpin e tretur, dhe gjalpi i tretur dihet që kemi dy lloj gjalpesh, me krip pa krip. Unë kam përdorur pa krip, dhe me pak forcë, pra nuk duhet forcë, duhet mënyra butësin. Se edhe emri i recetës cheesecake ta imponon këtë butësin. Ja. Po tani, pa tjetër që do kontrolloj se çfarë është. Po, dhe do ta bashkojmë me gjalpin të cilin e kemi tretur paraprakisht. Pra i shtypim ose i grim këto biskota. Dhe, si që tham, edhe pakës fare, edhe jemi në rregull. E largoj se s'më duhet. Pra gati biskotat. Për cheesecake-un tonë të përdorim kremin natyral Arla. E gjalpit. Le të marrë një furç në fillim fare. Po me gjalpin që do bashkojmë biskotat e lyejmë. Që mos ketë ngjitje masa e biskotës ose me letër pjekje. S'kam se vendos letër pjekje. Ja, dhe ja, në rregull. Do të shtoj
masën e gjalpit që e kam të duhur. Super, se duhet që të zbuten. Më duhet një shtresë hollë, jo e trash. Është një nga ëmbëlsirat më të thjeshta që mund të realizojmë. Ta pjekje Ka dy mënyra. Ka dy mënyra. Po të duam ne e pjekim, e lëm 10 minuta bazën, sepse piqet. Unë do t'i shtoj. Ma sheqerin ku e kam lënë këtu sheqerin? Sheqer plurin kemi aty. Jo me shifa. Alo, urgjenca. Pakos fare. Se shtojmë lëngje. Pakos fare sheqer. Ja. Derisa të kem masën. Gjë që thot Albana shtoj dhe pak gjalp. Jo më kot janë masat, gramaturat. Sidomos të ëmbëlsira. Pasticceria nuk të fal në gramatura. Gatimi kurse pasticceria jo. Është situacion. Dikur, mbaj mend që kam bërë një bisedë për punën e pasticcerisë dhe të kuzhinës. Pa tjetër një që është indarë në gatime të kripura, për shembull, shefi kuzhinës duhet të di dhe pasticcerin. Por pasticceria është për vete. Ne mund të gatuajmë, por mund të bëjmë gjëra të thjeshta. Pra unë nuk jam pasticciere. Dhe faktikisht pika ime pak më e dobët, dikur ka qenë pasticceria. Mirë, se ka të njërës që janë të fokusuar, të orientuar dhe kanë prandaj janë të ndara, prandaj janë të ndara, gatuar të ëmblat. Do të marr një gotë që ta shtypim tek baza e kekut. Ne kemi pa pjekje, apo jo? Cheesecake, unë kam pa pjekje. E kaloj këtu. Do ta vendosim në frigorifer që të mpiksen, po do ta shohim hapa sikur se shiko, këtu ku e kam. Shtoj edhe masën e sheqerit tek frutat e pyllit. Pak sheqer. Ku mbizotëroj uleshtrydhet, ë? E shoh që kam lënë një dy të pa. I largoj dhe fokusohem. Tani na duhet që të forcojmë bazën. Kryejmë bazën e duhur me biskota dhe gjalp dhe shtrojmë në tavë. Pra, ky është hapi I parë. Tani filloj pak të krijoj edhe ansoret e biskotave që të qëndrojnë tek forma që të ke mundësi që mbaj atë pjesën tjetër të kremit. Mbushjes. Ja, filloj një nivelim të duhur. Sepse çdo gjë ka kohën e vet. Ja. Dhe e lë paksa. Kjo është baza e duhur. Me një gotë ju zgjidhni punë tek baza e kekut që do të përgatisni. Tani, kalojmë tek faza e dytë, për pjesën e duket si e pjekur, sikurse e kemi nxjerrë nga furra. Duket dhe më kafe. Kam vaniljen, gjë që pra kemi disa lloje të vaniljes. E mira është ky është shkop dhe të lëngët. Që vanilja të jetë shkop. Dhe aty nga brenda, pra është pjesa delikate. Ja, shikoni? Se na duhet ta afrojmë që ta shohim se jemi shumë larg. Kemi ndarë ekranin sepse po promovojmë pastën Ola nga ana tjetër e ekranit, por sapo ja, tani do ta shohim.
brënda shkopit të vaniljes që do të marrim atë masën e butë. Ajo na duhet. Do ta kaloj. Mjafton një majthike. Që produkti të lëshoj aromë dhe ajo aromë të qëndroj. Nuk më duhet më shumë. Dhe sërisht e vendosim shkopin e e marrë dhe përdorim për një gatim vendos për tjetër. diçka tjetër. Laj pak sa duart. Se tani do të fillojmë me atë kremin, panën do ta ngurtësojmë, kemi në gjendje të lëngët, pana për ëmbëlsira, pra është në gjendje të lëngët dhe Albana do ta raj tani për ta kthyer në tek pana, patjetër që mua më duhet të jetë të ketë qëndruar në frigorifer. Në të kundërt, pana nuk merr volumin. Po. I largoj se s'më duhet asnjë gjë nga këto dhe filloj të bëj rrahjen. Një nga ato paketimet, pakot e panave të ëmbëlsirave. Pasi e kemi lënë në frigorifer, shtuam vaniljen dhe tani e ngurtësojmë. Pa këtu. Kemi karamelizuar paksa. Do të arra, aj sa të kem masën e duhur, që duke si masë e ngrirë. Rajme, ndërkohë këtë proces, që të mos i bezdisim edhe shikuesit, bëjmë atë shkëputjen tonë të mesazhit promocional, derisa panën ta ngurtësojmë, ndaj pjesën tjetër të hapave që do të ndiqet, do t'ja u tregojmë një njerë sa po të kthehemi nga mesazhi promocional. Edhe pak për të ngurtësuar panën dhe kremi është gati ja. Kjo është pjesa kryesore sepse jep atë teksturën dhe balancën. Tani sa të vendos një letër mes një kremi delikat, të butë, të shishëm dhe mes biskotës në bazën e saj bashkë me gjalpin. Do të shtoj dhe balancën kryesore kremin e djathit te pjesa më e rëndësishme, pika kyçe e cheesecake-ut. Është kremi i djathit, kremi natyral Arla. Produktet e Arlës në fakt kanë një avantazh të fortë sepse janë të thjeshta dhe 100% natyrale. Arla, siç e shihni ky krem, ka një teksturë shumë kremoze dhe punohet shumë lehtë. Shumë lehtë. Llojet e tjera pastaj janë për gatimet e tjera, për konsumimet e tjera, për receta të ndryshme, por kremi natyral pas një përzierje tjetër siç janë bimët e tjera apo erëzat e tjera, do ta përdorim pikërisht për këtë ëmbëlsirë kaq delikate, kaq të thjeshtë, kaq të shishme dhe që na shijon shumë. Tani si që kam, të lutem, ma vendos pak në mikroval, 2 sekonda. Gelatinën. Pra kam gelatinën, 4 flet gelatine, vendosin në ujë të ftohtë për 10 minuta. Në momentin që është bërë tamam në pjesën e gelatinës, tamam si puna e shtresës lëngut kockave, mua më duhet ta vendos 2 minuta në mikroval. Dhe, derisa të bëhet në mikroval 2 sekonda, një vetëm shtyp atë fillimi. Hajde ma mëson që të si e po, e drejtë është, sepse unë jam edhe... Unë jam dhe narcisi, dua vetëm t'i bëj vetë gjërat. Kjo është. Po sa sekonda, sa minuta, se unë se përdor fare mikrovalën, me thënë drejtën, s'kam në shtyp. Asun? Po thoja që, jo se s'kam lek ta blejë, se mos keq kuptohemi, por... Nuk është e duhur. Nuk është dhe aq e duhur, nuk është e shëndetshme. Shtoj pak lëng limoni. Mirë bëre, se ato i mban të forta. Sërisht, e përzije dhe kam shtuar sheqerë. Po. Unë në nga 2-3. E largoj. Do të shtoj masën. Shikoni sa lehtë punohet kremi Arla. Çfarë teksture delikate ka. Nuk duhet shumë kohë për ta punuar dhe na jep cheesecake-ut balancën e duhur. Balancën e duhur. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar. Dhe kjo na ndihmon dhe ne që nuk e kemi shumë prioritet të ëmbëlsirat në kuzhinë. Na ndihmon shumë për ta gatuar. E kalova, e hoqa. Ja kaq. Pra, janë shumë të thjeshta. U bë gati gelatina. Po më thërret. Erdhëm. Pra, kremin pana të ngurtësuar, kremin Arla me teksturën fine, delikate.
Edhe sigurisht gelatinën. Më duhet kjo masë mos të jetë e fortë. Si puna e pudingut. Po. Atë që do shohim ne pak më vonë, është fakti se sa lehtë ky krem E largoj. do të lidhet me produktet e tjera, në rastin tonë me frutat. Aq kollaj do t'i rrethoj ato me atë teksturën e vet delikate, ndaj edhe bën të veçantë. Një përzierje. Mas. Një Pra përzierje shiko, tani të me gjitha, spatulën. unë i kam të limituara, i kam hequr. Asgjë ma nuk më duhet këtu. Kam vetëm frutat dhe bashkimin, sepse më pëlqen që të kem një vend të pastër dhe pasticceria, jo vetëm pasticceria, po gjithçka duhet jetë. Shtoj këtë masë pra në formën e budingut. E kam lënë të qetësohet biskotat, të qetësohen biskotat me gjalpin. Një përzierje. Ja. Pra, në moment që ne do t'jetë e tillë masa, shiko, do t'jetë e tillë. Do të shtoj fruta, një do lule shtrydhe, çfarë të keni ju? I largoj unë ato, s'ka gjë, mos u largon nga Sepse baza. i jap kohë që edhe të ta gjën muhabetin me njëra tjetrën. Tani është trazimi Ja, kështu. kjo është, ja. I tillë, i lehtë. Këtë bëm pra kremi djathit që i mban të lidhura mirë përbërësit. Marë masën. Kjo masë filloj Tani e ta nivelojmë, shtroj japim një atë herë. bukurinë e duhur. Dhe sigurisht që jo ta vendosim për tu mpiksur dhe për të marrë atë formën e duhur në frigorifer. Ama se këti që i dua për vete. Ja, lëre këtu se ka. Ja, dy lukë. Në fund çfarë do shijojmë? Do shijojmë biskotën, do shijojmë të kremin me frutat brenda. Një nivelim tani. Çfarë shije do të mesi. marri? Ja, hop. Ja vendosim gjithandej 2-3 lule shtrydhe për dekor, sigurisht që ja vendosim në sipërfaqe. Dhe s'mbetet asgjë tjetër, e patë sa e thjesht ishte realizimi i një cheesecake-u. Një dy gjethe. Mente besoj se kemi këtu të freskëta. Ja dhe pak gjethe me mente që është e duhura për... sa aromë të mirë që ka. E duhura për recetat e ëmbla. Kjo bim që ka jashtëzakonisht të vocklat. Të vocklat. Ja, ke edhe këtë tjetrën. Ta lumt. Pra, ky ishte cheesecake-u. Do ta përsërisim edhe një recetën, e përsërisim. Baza e saj do t'jetë me biskot dhe gjalp, e shohim në ekran të shkruar dhe riferojuni edhe gramaturave. Ne asgjë tjetër nuk do bëjmë, thjesht do ta vendosim në frigoriferë, që të qëndroj aty pak e piksur. Shumta do t'i vëdhi një lule shtrydhe këtu në fillim fare, sepse më hikën ajo. Mos është ajo që ëngron. Bravo. Pra, baza është kjo, me biskota dhe me gjalp, shtroni në tavë dhe pastaj mbushjen e keni me gelatin, krem djathi, lule shtrydhe, sheqer, përsëri me lëngun e një limoni, panën që e rahëm dhe lule shtrydhet apo frutat e pyllit. Çik më të mëdhaja këto gërmat, po t'i kishit bërë, mirë do ishte. Hajde tani të edhe mua shpëtutemi. bravo, dhe një kuror të vogël këtu, edhe jemi
Bukur fort. Direkt Kjo po nga është cheesecake-u ynë. frigorifer. Direkt në frigorifer dhe direkt mezi po presim që ta shijojmë. Një nga ëmbëlsirat më të thjeshta dhe më të lehta, duhet të thënë. Kalojmë tani në reklamat e radhës dhe me recetën tjetër. Me një buk, me një buk, po me një super buk. Buk me peshë. Me shumë gjëra, me shumë gjana, po. Rikthehemi pas pak.